Përfaqësues të 400 familjeve të komunës Polis të rrethit të Librazhdit kanë mbetur pa ujë si pasojë e ngritjes së 2 hidrocentraleve lokale. Ata kanë protestuar sot përpara komunës në shenjë proteste ndaj kreut të saj që ka dhënë lejen për këto vepra. Banorët janë konfrontuar me policinë e cila kërkonte që të mos bllokonin punën e këtij institucioni vendor dhe të largonin prej derës së tij objektet e vendosura prej tyre. Ma mirë të vinë i mi banorë që janë tu, të vinë të dherë automatikun, bëjnë një grup madhe me buldozer, e të na varrosë se nuk banë varrë gjitha. Gurazi furnizon me ujë fshatra Domjon, Polis Qendër, Gur Shpat, të cilat burim të vetëm ujë kanë këtë përrua. Prej muajsh banorët protestojnë për mos lejimin e ngritjes së 2 heceve, lejet për të cilat u janë dhënë nga qeveria e kaluar. Kryeministri të shfuqizoj vendimin famkeq të Sali Berishës. Unë kërkoj ujë, nuk i do të në qytetu, se s'kam lek, duhet vazhdisht, duhet pi ujë, po çfarë si vin këta? Uji që tashmë përdoret nga hidrocentrali privat përdoret kryesisht për vaditje dhe bllokimi i tij sipas banorëve do të shkatronte prodhimet e tyre bujqësore. Në rrethin e Librazhdit janë parashikuar të ndërtohen 87 hece në burimet ujore, ku nga këto 47 janë në parkun kombëtar të Jaballanicës, çka do të thotë një dëmtim edhe më i madh i resurseve natyrore që ka kjo zonë.